Me atmosferë mikpritjeje tradicionale, shoqëruar me daudhe dhe valle popullore, hapet përfundimisht pas 6 viteve punë tuneli Murrizit në rrugën e Arbërit. Të pranishëm në ceremoninë e inaugurimit, kryeministri Edi Rama, ministri i infrastrukturës Belinda Balluku dhe deputet të zonës u pritën me optimizëm nga qindra banor të zonave përreth. Rama zgjodhi një autobus për të përshkruar gjatësinë e tunelit, ndërsa një mesazh të drejtë për drejtë e kishte për të gjithë dibranët që e shoqëronin. Dibra nuk shpëtoi, se Dibra këtu ishte, Dibra ne shpëtuam ne. Tani duhet bërë edhe Maqellar Peshkopia dhe nga Tirana ke shkallët, ke strita, ke legjendarja strita dhe emri. Maqellar Peshkopia. Maqellar Peshkopia mbaron në prill. Po do mbaroj në prill. Ja po deri atë se nuk besojnë ata, thonë jo po prit se ta lejnë tash se e kanë për zgjedhje. Në shenjë vlerësimi, kreu i qeverisë u vlerësua me disa dhurata. Ministri i infrastrukturës Belinda Balluku siguroi që gjithë segmenti rrugor dhe tuneli janë në parametra të larta sigurie. Gjithçka është funksionale, kemi bërë testet mbrëm deri natën vonë, nga ana tjetër edhe trupa e policisë rrugore e ka marrë tashmë detyrën për monitorimin. Gjithashtu këtu ndodhen të vendosura njësitë e zjarrfikseve dhe gjithçka është ashtu siç duhet. Në krahun tonë të djathtë kemi tunelin paralel që është tuneli i emergjencës. Sipas kodit rrugor, çdo tunel mbi 500 metra ka nevojë që të ketë tunel e emergjencës, ka 11 hyrje dhe dalje tuneli i emergjencës, është një nga pjesët e krenarisë të infrastrukturës shqiptare padyshim. Është një vepër arti, duke qenë se tuneli është i gjithë i blinduar në hekur, përndryshe nuk do të çndronte. Pra ne në këtë momente nuk po kalojmë në një tunel të gërmuar, siç është rasti i Llogaras, por po kalojmë në një tunel i cili është i blinduar i gjithë në hekur, si një unaz hekuri. Në mbyllje, nëpërmjet një monitori, të pranishmit vëzhguan punimet ndër vite. Tuneli Murrizit është 3.7 km i gjatë dhe do të shkurtojë distancën mes Dibrës dhe Tiranës në vetëm 2 orë. Po ashtu, ai shkurton kohën udhëtimit drejt qytetit të Klosit, Bulqizës dhe Burrelit. Rruga e Arbërit ka 7 tunele me gjatësi totale 8.5 km. Punimet për realizimin e kësaj vepre nisën që në vitin 2019, ndërsa rruga pritet të japë një zhvillim ekonomik të gjithë zonës ku kalon.